Falenderojmë të madhin Allah, me falenderime që bërë nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, siç meriton madhështia e tij, falenderohet Zot, ty të qofshim falja Allah. Lavde falenderime pa fund për çdo mirësi e begati që falë e dhurove, ty të lutemi o Zot, shtoje mirësinë dhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah, ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Lutemi Zot, orientoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tona për tek më e mira, në rrugën tënde, në rrugën e paqes, në rrugën e të bukurës dhe të mirës, ja Allah, ti je orientuesi dhe udhëzuesi, ato që ti je udhëzove në rrugën e drejtë, nuk ka kush e devijon nga udhëzimi jot. Ai i cili zgjodhi humbjen e devijimin si filozofi edhe për jetën e tij si drejtim, kush mund ta sjellë në rrugën e mbar, ja Allah, përveç udhëzimit dhe orientimit tënd. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim as kush tjetër përveç tij është vetëm Zoti i qejve dhe i tokës, Allahu xhela shanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu selam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes tij, ja Allah, shokëve të tij. O Zot, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e bukur, rrugën e profetit alayhi salatu wassalam dhe besimin e tij, ja Allah, amin. Të Zoti Kur'an: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مُعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Shpejtoni, thot Allahu xhela shanuhu, shpejtoni dhe nxitoni për të fituar falje prej Zotit tuaj dhe për të fituar xhenetin, gjerësia e cilit është sa qejtë dhe toka, e Allahu xhela shanuhu e përgatiti për ata të cilët janë njerëz të mirë dhe të devotshëm. Pra vëllezërit e mi dhe motra muslimane, mos u hutoni, edhe kur mos harroni, sido që të marrë jeta, sido që të shkoj për mirë pra në maksimum, apo me sprova, apo sido qofshin sfidat e jetës, edhe vitet sa do të kenë kaluar janë pak apo janë shumë, një gjë nuk duhet ta harrojmë kurrë, do ta ngulisim në mendjet tona dhe ta kemi të qartë dhe të thjellët se në këtë dynja ne jemi të përkohshëm, nuk jemi të përjetshëm. Askush nuk ka qenë i përjetshëm në këtë botë. Dhe nëse ka vlerë kjo dynja, pra me të gjithë mirësitë dhe begatitë që na ka falë Allahu xhela shanuhu, nëse ka vlerë kjo botë, e ne sekondat, minutat, momentet e kësaj jetës janë si xhevahire të çmuara për gjithë secilin prej nesh. Pra jeta është dhuratë e paçmuar prej Allahu xhela shanuhu. Është një mundësi e madhe që na jep. Ama vlerën më të madhe për të gjithë mirësitë dhe begatitë që ka është sepse në këtë dynja fitohet xheneti i përjetësisë. Pra ke mundësi me atë oportunitet edhe me këto minuta, me këto momente, me këto ditë edhe vite që të ka falë Allahu xhela shanuhu, ti të punosh edhe të fitosh përjetësinë dhe të fitosh ahiretin. Prandaj Allahu xhela shanuhu thot: shpejtoni, thot, në momentet e jetës juaj, edhe në të gjithë hapësirën kohore që të falë Allahu xhela shanuhu, mos harro qëllimin kryesor që duhet punosh edhe për ahiretin, duhet punosh për përjetësinë. E ai i cili do me fitu ahiretin, ka fitu edhe dynjan. Nëse po është i mirë pra për ditën që do dalësh para Allahu xhela shanuhu, edhe rregullon jetën tate në kornizat, edhe në shinat, në rrjedhën e bukur edhe të mirë, në rrugën e profetit alayhi salatu wasallam, në rrugën dinjitoze, në rrugën e nderit, në rrugën e karakterit, vallahi ke fitu edhe dynjan e do ta fitosh edhe ahiretin me lejen e Allahu xhela shanuhu. Tregon Abdullah ibn Abbas, një vit qëlloi thatësire e madhe në Medinë. Dhe ishte, domethënë, një krizë ekonomike. Nuk ishte ushqime, nuk ishte furnizime, derisa vjen karvani i Uthmanit radhiyallahu anhu. 1000 deve vinin furnizim pra për mallra tregtie, por përgjithsisht ishin ushqime. E njerëzit edhe tregu ishte i hetur shumë pra për mallra. Dhe dalin tregtarët e Medinës përpara me prit karvanin dhe e takojnë pronarin e karvanit. Dhe i thonë, neve thonë, siç e ke sjell mallin, ta kemi ble.
Si që ke mallin gjithë, ta kemi ble. Leje këtu, zbraze këtu të gjithin, e kemi ble neve. Dhe fillum t'japin çmimet, njëri jep të 2 fishin. Pra ke ble me 1 t'japim 2. Tjetri jep të 3 fishin, deri në 5 fish. I dhan, na jep neve sepse ishte moment shumë i mirë me fitu. E ndërsa pronari i karvanit, ky sahabi nderuar shoku i profetit alayhi salatu wassalam, i thot, sa keni dhënë thot? I thon 1 me 5. Pasha Allah unë thot, më kam dhonë më shumë thot se sa kaq. I thonë, ne jemi tregtarët e Medinës, kush është tjetër që mund t'japi më shumë se sa kaq? Nuk ishte bo vakina i herë çmim aq i lartë me ta blerë. Kush ta ka dhënë të thot çmimin më lart sa kaq? Thot, pasha Allah unë thot, ma kam dhënë më të lartë thot. Ma ka dhënë Allahu xheleshanu unë thot 1 me 700. Jo 1 me 5 ishte 1 me 700. Ja ku jeni dëshmitar të gjithë ky karvanim thot 1000 deve thot tonelata me ushqime i kam lënë për hatër të Allahut thot i shpërndan gjithë banorëve të Medinës. Subhanallahu el-azim. Subhanallahu el-azim, ç'është kjo siguri e madhe edhe ç'është kjo dashuri e madhe për Allahun xheleshanu dhe siguri e madhe në atë që premton Zoti. Sa që të t'japin ty të t'i vejnë lekët me thas aty, 5 fishin e asaj që ke bleti të t'fitosh, dhe ti nuk e shef premtimin e Allahut, vetëm thjesht e ke lexuar librin e Zotit, premtimin e Allahut dhe i jep përparësi përpara asaj që e shef edhe e prek. Ç'është kjo gradë e lartë e besimit, edhe vendosmërisë, edhe e sigurisë tek Allahu xheleshanu që njeriu përpara materiales të vej atë që i beson shpirti dhe zemra. Dhe e ka bërë sa të ka për gjithë banorët e Medinës, e sa dua, sa urata ka marrë nga banorët e Medinës për këtë vepër që mori. Inshallah e ka pranuar Allahu xheleshanu se e ka bërë për hatër të Zotit. Falja edhe mëshira e Allahu xheleshanu, shpërblimi i Allahu xheleshanu është më e madhja se sa gjithçka tjetër. E xheneti pra, si mirësi edhe si begati, premtimi i Zotit është më i madh se sa gjithçka tjetër që neve shohim edhe përjetojmë këtë dynja për mirësive dhe begative. Një person, thot profeti alayhi salatu wassalam, merret në ditën e gjykimit dhe ka qenë njeriu më i vuajtur në dynja, njeriu që si ka heci herë mbar, që vetëm siklete, vetëm hallë, vetëm probleme, vetëm vujtje, vetëm sakrifica, vetëm durime, vetëm subhanallahu, vetëm vështirësi. Njeriu më i vujt, si mund të ketë qenë njeriu më i vujt në dynja, më i sprovuar. E merr Allahu xheleshanu në xhenet dhe i thot, futeni robin tim, thot 1 minutë, pra 1 sekond, vetëm 1 moment me fut në xhenet dhe me nxjerr nga xheneti. Sa futet në xhenet dhe del, i thot Allahu xheleshanu robi, thot pasha krenarin ta dhe s'kam pas i herë keq me sy, subhanallah. I harroi gjithë vujtjet, sa hyn, imagjino, u fshi memoria komplet vetëm i të fut me në xhenet. Po si mund t'jetë me jetu në xhenet? Si mund t'jetë me të falë Allahu xheleshanu për jetësinë? Kjo mirësi dhe kjo begati e madhe vallahi. E besimtari që është i mençur dhe është i zgjuar për te mirësive, se ne nuk e kemi haram me jetu mirësitë e kësaj jete, s'bëhet fjalë. Mirësitë e kësaj jete jetohen halal, jetohen me familje, jetohen me njerëzit e dashur zemrës, pa bë pisliqe, pa bë zullume, ama vallahi billahi për te këtyre xheneti vallahi nuk ka të krahasuar. Prandaj Allahu xheleshanu thot, shpejtoni thot, nëse keni pa mirësitë më të mëdha të kësaj dynjaje, ato xhenetit si ngjasojnë kurrë të kësaj dynjaje. E mos e leni masdore se gjërësia e xhenetit është sa qitë dhe toka. Imagjino çfarë gjërësie e madhe, e mos ketë vend për ty aty, subhanallahu el-azim. Për kë ka vend aty? Për devotshmit. I përkufizoi Allahu xheleshanu njerëzit e mirë dhe devotshëm. Kush janë ata? Ta jeti tjetër më poshtë. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ata të cilët ka përgatitur Allahu xheleshanu këtë xhenet që nuk krahasohet me asgjë në këtë dynja. Ky xhenet që ta fshin memorien e vujtjeve edhe memorien e sfidave dhe sprova që ke pas në jetë dhe duket sikur s'ke përjetuar asgjë, pra me një moment me u fut në të. Allahu xheleshanu thotë përgatita thot për ata të cilët kanë këto cilësi, ata që japin nga ajo që i ka dhënë Allahu xheleshanu, edhe kur janë mirë edhe kur janë ngushtë. Pra nuk është puna vetëm kur ke shumë pasuri me dhënë diçka, por edhe kur nuk ke shumë, ti diçka e ndan nga ajo që ka dhënë ti Allahu xheleshanu. Shej falënderimi dhe ai e pati që ka më pak se ty. Mundohesh të kontribosh edhe ndihmosh në dyrë të
mirësisë aty ku ka nevojë, te xhamia, te një projekt i hajrit, te një projekt i mirë, te një diçka, te një person që ka nevojë, te një bamirësi, te dikush që nuk ka ushqim, tek jetimi, tek ai i skamuri, tek e bën për hatër të Zotit. Dhe nuk është puna vetëm kur ke miliona të japësh, por se ai e ka karakter dhe e ka të mirën, dhe e ka bujarin në shpirtet dhe në zemër, e ka morale dhe e ka sjellje shpirti, e ka bërë karakter të vetes dhe e jep për hatër të Zotit, për hatër të Allahut xhel xhelalu. Subhanallahu sa kemi pa. Nuk kam për qëllim fare as me kritiku, as më shumë, në thjesht çuditemi ngaherë me fenomenet. Ishte tjetri milioner. Allahu ja shtop të gjithë, nuk kemi asgjë më askënd. Dhe thotë me të madhe, edhe do të më tregu sikur po bote në mrekulli të madhe, në çudi të madhe, elhamdulillah, Zoti ja pranon gjithë kujt atë që bën. Thoshte hoç, thoshte unë. Nuk ka lo kurban Bajrami, thotë pa e boj kurban për hatër të Allahut, të unë të kishti shumë. Sikur çapo bote, 100 euro ka pas bë kurbanit, tash boj 150, 160. Unë nuk bova ki me kalu Bajrami, thotë pa boj kurban, sikur po bote nomin, sikur po përmyste dynjan, subhanallah. Pastaj ato milionat që mund harxoj për budalli që nuk quhen, ato shkojnë kështu nga 5.000 euro, nga 10.000 euro. Ato gjërat e tjera që mund të harxoj për zullume, Allahu na ruaj, nga 30 nuk quhen ato, nuk hyn llogari, vetëm kjo 150 euro që jepet për hatër të Allahut, ishte mrekulli dhe ishte çudi e madhe. Un fitrat për Bajram, fitrat 4.000 lekë për person, un nuk i lej asnjëherë. Elhamdulillah, Allahu tash përblef. Elhamdulillah, kesh pasuritë të mëdha që ka dhënë Allahu dhe të rish vetëm deri ke fitrat, Allahu tash përblef. Subhanallah. Ata që japin për hatër të Zotit, edhe kur janë mirë, po edhe kur kanë pak, e kanë edukat, edhe kanë bujarin në shpirt, janë bujar. Allahu xhel xhelalu i ka vendosur tek këto njerëz që do të fitojnë xhenetin. Për ta e ka përgatitur xhenetin Allahu xhel xhelalu. Wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas. Dhe ata cilët ndjenjën e hakmarrjes, shisa e rëndësishme është pra, je për hatër të Zotit se je bujar, kur je mirë ose kur je ngushtë. Ata cilët ndjenjën e hakmarrjes e shtypin vetvetet e tyre dhe nuk e lejnë veten me vepru me hakmarrjen ndaj tjerëve. Subhanallahil azim. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se profeti alayhi salatu wasalam tek Imam Buhariu dhe Muslimi thotë, nuk është i fortë ai që i mund të tjerët, thotë, por ai i cili kontrollon mërzinë dhe hidhrimin e tij. Ndërsa tregohet se Allahu xhel xhelalu ka thënë, o i biri Ademit, më kujto, thotë, kur zemrohesh, kur mërzitesh, e unë do të kujtoj kur hidhrohem, e nuk do të lej që të shkatrohesh me ata që shkatrohen. Nuk do të lej që të shkatrohesh me ata që shkatrohen. Ka njerëz që subhanallahu jetojnë vetëm për ndjenjën e hakmarrjes. Ka njerëz që jetojnë vetëm për të bëu keq. Ka njerëz që mezi ta gjejnë rastin dikujt që t'i godasin tjerët. Ka njerëz që mezi presin vetëm kjo i më gjallë, ndjenja e urrëties dhe hakmarrjes. Subhanallahu, çfarë mund të jetë bo? Çfarë mund të jetë shndruar ajo zemër e cila rrihet zezë edhe i shef tjerët me inat, i shef tjerët me urrëtie, pashallah. Mazgjidhi Ramazani që kemi kaluar neve, 29 ditë ishte ky vit Ramazan për hatër të Allahut. E namaznata, e dua, e lutje iftari, lutje syfyri, e kemi zbut zemrën dhe shpirtin. Si mundet zemra e besimtarit vazhdoj akoma me urrëtie. Falesh me një xhami me tjetrin, shef gjithë urrëtie ose të bën kështu. Një gjova i Muhammed ma tha dikush me një xhami tjetër, kishi filluar të u kap me durë me kom. Çaje do bo, o robi Allahu, o ki frikë Zotit, dhe i thoshte tjetri, po të pres aty jashtë ke dera xhami, se gjas me xhami nuk lejohet, po të pres për jashtë, se po dolen nga xhamia lejohet me ira muslimanit. O Allahumma, për Zotin, katastrofë. A kanë zemra këto njerëz? A besojnë Allah? A besojnë Zot? A besojnë profet? A besojnë Kur'an? Çfarë besojnë këto njerëz që të presin ke dera xhami, se të presin me dalë me të bodon? Subhanallahil azim. A u fale për Allahun xhel xhelalu apo çfarë bërën? O subhanallah, po kjo është mos me kuptua si gjë nga mëshira e Allahut, as si gjë nga feja e Allahut. Kjo është mos me kuptua si gjë nga jeta, për subhanallahil azim, për Zotin. Ndërsa kush kontrolloi veten e tij, shpëtoi. Profeti alayhi
salatu wassalam i vjen një herë dikush edhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, më porosit." Thot: "La taghdab." Mos u mërzit, mos u hidhro, mos u zemro. Thot: "Më porosit thot edhe gjithë." Mos u mërzit thot, "Më porosit edhe diçka tjetër." Mos u hidhro thot 3 herë profeti alayhis salam. Sepse si duket edhe personi ishte njëri që u nxefte shpejt. E njeriu kur nxefet gjithmonë, hajde shkojmë ke burgu neve tash, shkojmë ke burgu. Do t'i shohësh shumica atyre që janë atje që sot bujnë dënimin, pa dash fare me përshmu askënd, vallahi, se jemi të gjithë robët e Allahut dhe nuk diskriminohet askush për asgjë, por po them atë që është realitet. Shumica atyre që janë atje që bujnë dënimin sot, ka qenë vetëm një moment hidrimi dhe mërzije, s'ka kontrollu dot veten e vet, dhe sot është bërë pishman. Por se kur ndodhin gjërat subhanallah, a kthehen më mbrapsht masane? Të gjithë kush bën gabim, kush bën ai gabim fatal, të gjithë e bëjnë hidrim e sipër. 95% ose 99% të rasteve. Prandaj neve feja jonë e bukur dhe profeti jon sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qoftë me të, çfarë thot? Thot në hadith, kur të mërzitesh thot kur hidhrohesh, nëse je në këmbë ulu thot, me parandalu të keqen, mos me marr veprim, mos me bë veprim. Nëse je ulur thot shtriu thot. Nëse ke mundësi merr avdes thot, sepse avdesi është ujë dhe fik zjarrin e shejtanit mallkum që qarkullon në prejnët e gjakut. Fali 2 rekat dhe qetësohu thot për hatër të Zotit xheleshanu. E shkëputur nga njerëzit të lidhur me Allahun xheleshanu. A ka më bukur subhanallah? Ma e men vllajin se gjithë na ndodh në një situatë që mërzitemi, nëse je në komul, nëse je ushtriu, nëse thot ke mundësi direkt shko ke abdesi, merr abdes, fike zjarrin e shejtanit me ujë të freskët edhe falu për Allahun xheleshanu, dyre ka që të qetësohesh. Dhe merri gjërat me qetësi. Nëse ke mundësi kur të ndodh një situatë që mërzitet, konsultohu me njëri të mirë, të mençur, të urtë, me njëri që të jep imenie tamam, që ta din ty atë jetën tënde, të kupton ty edhe ta jep imenie tamam si vëlla. Më ka ndodhur jo një herë, por shumë raste vallahi shumë raste. Nuk e them për Zotin, po e them për realitet, jo për tregu diçka, vallahi billah. Dhe më ka ndodhur që tjetri ka dash me bëj një veprim katastrofik. Jo po ki frikë Zotit, mos e ke i familje të mrekullueshme. Por ke i familje të mrekullueshme, ke fëmijë të mrekullueshëm, ke nuse. Ti ka thonë Allahu gjithë të mira. Çaj të bom, jo bom ka hynak. Po prit o robi Allahu, prit o robi Zotit, se po e bone nuk kthehet më mbrapa, subhanallah. Po prit o robi Allahu se do bëhesh pishmon. Elhamdulillah për Zotin, falëndrimi takon Allahut, mbushen syt me lot. Kur shikoj që bëjnë punë të këshill. Ku janë njerëzit e mirë që këshillojnë? Për ndryshe, kur të shohësh në një shok pastaj që sa ti thush diçka që shikoj, hajde më të bim, hajde më të bëjmë, hajde më kështu, hajde më. Po prit më vëlla subhanallah. Po prit më vëlla boj gjona tamam se shkatroj jetën tënde, shkatroj jetën tjetër, shkatroj familjen tënde, familjen e tjetrit, shkatroj dynjan edhe ahiretin. Ata fal Allahu apo s'ta fal Allahu, apo Allahu është i funit. Ata fal Zotin apo s'ta fal Zotin. Gjykomër, subhanallah. Ka thonë Allahu menje dhe logjik, ka thonë Allahu shisat, ka thonë Allahu gjithë mirat. Po boje më durimin edhe shifi mirë gjonat me gjaktësi. Mendoja ashtu siç duhet me qenë. Është shumë e rëndësishme kjo që po themi, se për i fjalë të mirë që ta thotë këshilluesi mirë, ruhet jeta jote dhe jeta e tjetrit, vallahi ku ka më mirë. Gjëja më e dashur tek Allahu xheleshanu të bashkosh midis njerëzve. Gjëja më urryme tek Allahu xheleshanu të ndash të fuzësh për çari, të fuzësh sherr midis njerëzve, vallahi, siç e thon tekstet fetare. Ku janë këshilluesit e mirë, ku janë njerëzit e një vllai mirë? A shkojmë bashkë në xhamine, a adhurojmë bashkë Allahun xheleshanu? Po foli pra se edhe këto janë pjesë e jetës. Edhe këto janë gjëra të bukura dhe janë shumë të rëndësishme. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Abdullah ibn Abbas thot, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, nuk ka trimëri më dashur tek Allahu xheleshanu, mbaje mend se janë të bukura, rrallini qoftë gjona. Nuk ka trimëri më të bukur edhe më dashur tek Allahu xheleshanu se sa një person ka në dorë të hakmerret, po fal për hatër të Zotit. Subhanallah. Ka në dorë me mu hakmar, me i bo dëm tjetrit, madje edhe më shumë se që ka boj, po fal edhe të lëron për hatër të Allahu xheleshanu. Mund ta tharrasësh tjetrin të thosh shoku im ke bo gabim. Vallahi, nuk është se s'kam dorë, i kam gjitha në dorë, po për hatër të Zotit ik se ta këmbo Allahu.
Trujt Allahu, inshallah, zej mend për herë tjetër si më thonë. Vallahi. E profeti alayhi salatu wasallam është edhe kjo tjetra që neve na kap edhe sedra, pastaj jetojmë me sedër, jetojmë me inatin ton, edhe jetojmë pastaj për atë për egon ton. Se themi, ja, ma merr ky tjetri për dobësi, ta vlerëso Allahu vetë. Thot profeti alayhi salatu wasallam, 3 gjëra thot i ka vendos Allahu xheleshanu dhe i ka bërë ligj. Ma naqasa malu min sadaqa. Nuk ka për të ndodha si herë që një sadaka ta paksoj pasurinë, vetëm se shton. Nuk ka për të ndodha si herë që një sadaka që jep për hapur të Zotit ta paksoj pasurinë. Nuk kam dëgjuar si herë dhe s'keni për të dëgjuar as juve që dikush dha për hapur të Zotit dhe ngeli i varfër. Pasha Allahu në ligji i Zotit. E dyta, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. E nuk ka për të shtuar Allahu xhaleshan dikujt që fal vetëm se krenarin. Kush fal vetëm se do i shtoj Allahu krenarin. E dyta dhe e treta, wa man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Ai i cili tregohet modest për hallën e Zotit ka për ta ngritur Allahu xhaleshan. Kush tregohet modest ka për ta ngritur Allahu xhaleshan. Ligji që ka vendosur Zoti dhe ne ka dhënë edhe në tekstet fetare. Wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ata që i falin njerëzit, e Zoti don ata që bëjnë bamirësi. Kjo është bamirësi e madhe të falësh për hallën e Zotit. Elu Zotit na fal ta mëshirojë. Për mos ta lëm kohën që më kalua edhe më tepër akoma, po them vetëm 2 fjalë që më mbyll hutbën time. Dhe pika tjetër e këtyre njerëzve të devotshëm që të kuptoni o vëllezërit e mi se është shumë e rëndësishme, se kur thush njëri i devotshëm duket sikur është engjëll për engjëllve të Allahut. Jo, më edhe devotshmit bëjnë gabime, se janë njerëz të fare. Edhe ata që duan Allahun xhaleshanu me gjithë shpirtin bëjnë faje, bëjnë gabime. Ama kush është dallimi midis devotshmëve dhe midis atyre që janë devotshëm? Midis atyre që e duan Allahun ose e kanë frikë Zotit dhe atyre që nuk e duan Allahun xhaleshanu aq shumë dhe nuk i frikësojnë Zotit xhaleshanu aq shumë. Thot, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim. Dhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë punë jo të hijshme ose kur bëjnë ndonjë mëkat, ata e përmendin, i kthehen Zotit e përmendin Allahun xhaleshanu dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush i fal gjunafet edhe mëkatet përveç Allahut xhaleshanu? Kush mund t'i falë subhanallah? Pra e kanë kuptuar mirë që vetëm marrëdhënia me Zotin shpëton, vetëm Allahu xhaleshanu do ta ketë punën. Edhe nëse ndodh që i rëshket këmba diçka, ata i kthehen shpejt Zotit xhaleshanu dhe kërkojnë falje. E Allahu xhaleshanu neve na thot, derisa thot njeriu thot kthehet shpejt thot me bë tobe, edhe me i kërku falje dhe pendim Allahu xhaleshanu, Allahu ka për t'ia pranuar pendimin dhe ka për t'ia fshir mëkatin. E shpejt është derisa njeriu është në këtë dynja. Ka kohë që të pendohet, ka kohë që t'i kthehet Zotit xhaleshanu. E ku ka më të mirë dhe më bujar se Allahu xhaleshanu? Pra, e para, ata cilët i japin kur janë në kohë të vështirë ose në kohë të mirë, se e kanë moral, shpirti dhe e kanë karakter, edhe ja kanë ushtruar vetes tyre. E dyta, ata cilët ndjenjën e hakmarrjes e shtypin vetvete të tyre dhe nuk e lejnë që të veprojë. E treta, ata cilët falin njerëzit se Zoti i don ata që falin, dhe e katërta, ata që edhe nëse bëjnë një gabim, prapë i kthehen Zotit xhaleshanu dhe mundohen me shpirt që ta korrigjojnë, pra edhe t'i kthejnë Allahu xhaleshanu dhe ta abandonojnë keqen. Këta janë devotshmit për cilët Allahu xhaleshanu ka përgatitur xhenetin. Shpejtoni vëllezër dhe motra, se kjo është ofertë që jepet për Allahu xhaleshanu, kemi gjithë jetën sa të jemi gjallë. Elus Allahu xhaleshanu që na falë ta mëshirojë. Elus Allahu xhaleshanu na begatoj me të mirat e tij, siç na ka begatuar me udhëzimin e tij. Na forcoj zemrat në besimin tonë në Islam. Elus Allahu xhaleshanu na bëj njerëz të dobishëm edhe të mirë për veten tona, për familjen tona, për njëri tjetrin, për vendin tonë, për atën tonë. Elus Allahu xhaleshanu që neve të na largojë nga e keqja mendjen, shpirtin, zemrën dhe të na orientojë dhe na inspirojë vetëm vepra të mira. Elus Allahu xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij absolute që vetëm atij i përkasin. Allah, ty të lutem ja Allah, na dhuro për të mirave tua të pafundme. Na fal ne o Zoti, na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. O Allah, ty të lutem. Ata të cilët sot janë smur dhe kanë kërkuar lutje dhe dua prej nesh, ty të lutem o Allah, jepi shërim prej shërimit tënd, ti je shëruesi ja Allah. O Zot, ata të cilët kanë halla dhe siklete, o Zot, lehtësoja dhe largoja hallat dhe sikletet atyre. Ata të cilët kanë o Zot në një vështirësi ose sprovë, jepi zgjidhje
zgjidhen, ja Allah, se ti je më i mirë që jep zgjidhjen. Ty lutem, ja Allah, ti je i kënaqur prej nesh. Kënaqur prej nesh, ja Allah, dhe për atyre të cilët duan ty me shpirt dhe me zemër. O Zot, dali prej kësaj xumaje në mëkatet falura. Amin.